Të gjithë hani sheg, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, veshkave dhe trurit tuaj. Infeksione në veshka dhe ato të rrugëve urinare janë të prapura ndjeshëm sidomos në periudhën e vjeshtës. Infeksionin nisin që nga veshka deri në traktin urinar duke manifestuar me dhimbje, temperaturë dhe me djegje. Problemet me infeksionen nuk duhet ta anashkalohen sepse japin në rrugë problemeve të tjera të rënda për shëndetin. Hapi i parë në rastin e këtyre infeksioneve është pirja e sa më shumë uji dhe lëngje për të nxjerrë bakteret nga organizmi. Një nga lëngjet më të mira kundër këtyre infeksioneve është ai i shegës, i cili është gjithashtu i pasur me antioksidant. Sipas të dhënave, shega është e pasur me vitaminën C dhe antioksidant që luajnë një rol thelbësor në parandalimin dhe akumulimin e bakterieve në veshka dhe në rrugët urinare. Vitamina C forcon sistemin imunitar dhe e bën atë të aftën në luftën kundër bakterieve dhe antioksidantët eliminojnë toksinat. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Një sistem i fortë imunitar ofron një shërim më të shpejtë të këtyre problemeve. Për shëndetin e veshkave dhe traktin urinar, ekspertët rekomandojnë ngrënien e një shege ose pirjen e lëngut në saj çdo mbrëmje pas darke. Pirja e rregullt e lëngut të shegës largon simptomat e infeksioneve dhe lehtëson gjithashtu edhe problemet tuaja, citon dhe Healthyside. Nga të qenit në mbrojtje kundër ftohjes deri në luftimin e problemeve të rënda, shegët kanë dëshmuar se janë një mbrojtëse e shkëlqyer për trupin dhe imunitetin. Ato janë të pasura me antioksidantë për këtë arsye mund të luftojnë shumë ndryshime që shkaktojnë dhimbje dhe inflamacione. Ndërsa shumë përfitime mund t'i përmendim edhe në këtë video. Sipas Medical News Today, shega është një nga alternativat më të mira të cilat mund të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e viruseve dhe të sezonit gripal. Me lëngun e tyre, madje edhe me përfitimet e shegës do të mbroni trupin nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mund t'ju mbrojë nga tërheqja e viruseve dhe ushqimeve të dëmshme, duke mbrojtur kështu zgavrën tuaj të gojës. Gjithashtu, ekstrakti i frutave, që është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, ka treguar një mbrojtje të shkëlqyer për shëndetin tuaj dhe gjithashtu në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Përfshijeni shegën në dietën tuaj sepse do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të ulur kështu presionin e lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të shegës kanë zbuluar se reduktojnë edhe me sukses hipertensionin dhe problemeve të tjera të cilat janë presioni i lartë i gjakut. Një studim ka treguar se ata që vuajnë nga këto shqetësime duhet të konsumojnë të paktën 240 ml lëng shege. Gjithashtu sigurohet se lëngu i shegës duhet të jetë 100% i pastër që të ndihmojë në këto përfitime, citon Healthyside. Një nga mënyrat të tjera se si shega mund të ndihmojë në gjendjen tuaj është të konsumoni atë në mënyrë të rregullt dhe kështu do të keni përfitimet e saj ushqyese në mbrojtjen e organizmit. Shega është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për persona të cilët kanë probleme me tretjen. Njerëzit të cilët luftojnë gjithashtu edhe me sëmundjen Crohn janë gjithashtu shumë të njohur me problemet e stomakut, të cilat rezultojnë në ulje të oreksit dhe në humbjen e peshës ndër të tjera. Arsyeja për këtë grumbullim i bakterieve brenda në stomak rezulton inflamacioni i rënd. Një zgjidhje që shumë studime kanë gjetur të jetë e dobishme është edhe konsumi i shegës. Ekstrakti i frutit duke se është një mbrojtës edhe kundër problemeve të tilla. Shegët gjithashtu ndihmojnë në forcimin e kujtesës, veçanërisht ata persona të cilët vuajnë edhe nga Alzheimeri. Ky ishte një studim i studimeve të Dr. Hartman, ku ai dha pilula shege personave që do të bënin një operacion të zemrës. Pilulat u vunë re se patën edhe një rezultat më të mirë në mbajtjen e kujtesës së paprekur dhe gjithashtu në përmirësimin e shëndetit të trurit. Ekspertët këshillojnë shegën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese edhe për të mbajtur larg këto komplikacione. Dr. Hartman shkoi më tej duke thënë se ai kishte disa prova se pilulat ndihmuan në krijimin e më shumë neuroneve në tru, por gjithashtu shega është një mburojë shumë e mirë në çdo aspekt, sidomos edhe në balancimin e efekteve të diabetit. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit të lidhura me diabetin mund të kontrollohen thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta mund të reduktojnë stresin oksidativ që është shkaku kryesor i diabetit. Gjithashtu redukton llojet të këqija të kolesterolit, duke ndihmuar në ruajtjen e niveleve të
Sheqeri të ulet në gjak. Megjithatë, personat me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës, përmban sheqer diçka që mund të konsumohet në sasi të ulta. Shegët përmirësojnë shëndetin e kockave dhe reduktojnë dhimbjet e artritit. Në një studim të vitit 2011 u zbulua se vaji i shegës mund të lehtësojë ndjeshmërinë e kyçeve. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur dhe kanë treguar se antioksidantët e frutave mund të luftojnë me sukses edhe problemet e artritit. Jo vetëm kaq, por mund të përdoret edhe kushdo që mund të forcojë edhe shëndetin e tyre të kockave. Kjo u vërtetua më tej në një studim të vitit 2016 ku pjesëmarrësve u dha 200 ml lëng shege në ditë. 6 javë më vonë, subjektet vunë re se ngrënia e tyre përmirësoi shëndetin e kockave dhe uli gjithashtu problemet fizike dhe problemet e tyre të frakturave. Shega i bën shumë mirë shëndetit tuaj të lëkurës. E pasur me vitaminën C, shega favorizon krijimin e kolagjenit, substanca esenciale për të patur lëkurë më të fortë, elastike dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe rrudhat. Niveli i lartë i antioksidantëve të ky frut ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të stresit dhe në balancimin e përmirësimit të dukjes së lëkurës. Shega është një frut shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga dehidratimi. Fal aftësive të tyre të shumta favorizojnë largimin e ujrave të tepërta nga trupi juaj, po kështu në të njëjtën kohë do të eliminojnë edhe fryrjet dhe rëndesat e ndryshme të stomakut, duke stimuluar kështu qarkullim të mirë të gjakut dhe largimin e ujrave të tepërt, kryesisht nga trupi juaj. Shega është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe në luftën kundër radikaleve të lira. Fruti i shegës është një alat i bukurisë, kjo fal pranisë antioksidantëve, të cilët do të ndihmojnë gjithashtu edhe në frenimin e procesit të qelizave, udhëhequr nga radikalet e lira. Këto të fundit janë substanca që formohen gjatë proceseve të ndryshme metabolike në organizëm dhe për shkak të këtyre dhe të jetesës jo të duhur, sikurse është një dietë ushqimore e pasur me yndyrë, sheqer dhe alkool, duhan dhe gjithashtu jetë sedentare. Shegët favorizojnë edhe shëndetin më të mirë të aparatit tuaj tretës dhe mund të cilësohen gjithashtu një nga produktet më të mira në këtë aspekt. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt do të përmirësojë tretjen tuaj. Fal aftësive diuretike, shega mund të mbajë të shëndetshme dhe të mirë funksionojë aparati tretës. Gjithashtu te shega do të gjendet potasiumi, fal të cilës organizmi ndihmon në nxjerrjen e helmeve nga trupi dhe përmirësimin e sistemit tuaj imunitar. Shega ndihmon edhe në ruajtjen e ekuilibrave më të mirë hormonal. Hormonet janë substanca kimike të cilat rregullojnë një shumëllojshmëri fiziologjike dhe të sjelljes, duke përfshirë këtu edhe tretjen, metabolizmin, frymëmarrjen, funksionet e indeve të tjera. Shegët cilësohen si një nga frutat më të mira për të përmirësuar gjithashtu nivelet tuaja hormonale. Shegët janë një aleat i mirë i shëndetit edhe në betejën kundër problemeve të hipertensionit, tensionit të lartë të gjakut. Fal antioksidantëve të pranishëm që gjenden me shumicë te shega, do të ndihmoni trupin tuaj në luftën kundër problemeve të hipertensionit, duke mbajtur të pastra arteriet tuaja dhe duke ruajtur kështu edhe shëndetin tuaj të enëve të gjakut nga kolesteroli i tepërt. Shega është një mike shumë e mirë e zemrës dhe mirë funksionit të saj, pasi përmban antioksidantë të cilët njihen për të mirat e shëndetit që i ofrojnë trupit, veçanërisht zemrës. Për shëndetin e sistemit kardiovaskular, shega është një aleat kryesor. Shega cilësohet edhe si aleati i linjave trupore pasi nuk të shëndosh. Kur konsumohet ky frut jep ndjesinë e ngopjes, po fal përbërësve të saj përmban fibra të shumta dhe pak kalori, kështu që në 100 gram sheg do të gjeni 83 kalori. Kjo është një arsye pse shega këshillohet të konsumohet edhe nga personat që janë në dietë. Shega është një frut kundër lodhjes pasi është një burim i mineraleve të tilla si kaliumi, hekuri, natriumi dhe vitamina C. Mineralet dhe vitamina ndihmojnë për të përballur me lodhjen e momentit, stresin fizik dhe psikologjik, por kështu edhe lodhje të ardhura si shkak i ndryshimeve të stinës. E fundit, por jo nga rëndësia, konsumi i shegës është shumë i rëndësishëm sepse fal vetive të saj antiinflamatore dhe antibakteriale, kjo është për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Ky frut ndihmon në mbrojtjen e trupit nga viruset dhe bakteriet, si dhe mbron nga ethet, ftohja dhe problemet të tjera të sezonit, si tonel-llaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.